Ndërpriten punimet për zbatimin e projektit për rikonstruksion në rrugës tek ish fabrika Cimentos. Investimi po realizohet nga Bashkia e Vlorës dhe përkon me segmentin e parë. Një investim ky shumë pritur për banorët e zonës që prej vitesh nuk kishin njohur dorë në investimeve. Afati punimeve është 6 muaj nga nisja e tyre dhe që momentalisht duhet të kishin avancuar dhe pse jo të ishin drejt përfundimit. Por përveç disa ndërhyrjeve në rrjetin e kanalizimeve dhe në thellimin e kanalit që gjendet përgjatë kësaj rruge, firma e cila ka marrë me sipërmarrje realizimin e këtij investimi nuk ka kryer asnjë gjë tjetër. Nuk dihet se përse nuk po vijojnë punimet, ndërkohë që Bashkia e Vlorës ka qenë mjaft korrekte me firmën e ndërtimit për zbatimin e këtij projekti mjaft të rëndësishëm, që banorët e prisnin prej vitesh dhe që e përshëndesin. Megjithatë, firma duhet të jetë më e përgjegjshme në zbatimin e këtij projekti dhe me ritmet e punës, dhe jo t'i lërë në këtë situatë këto investime, por t'i nisë t'i përfundojë, sikundër në fakt duhet të ndodhë, pasi pritshmëritë e komunitetit të kësaj zone janë të larta. Në një kohë që Bashkia e Vlorës ka akorduar fondin përkatës ndaj firmës dhe nuk i detyrohet as pak, duhet që edhe firma e ndërtimit të respektojë të gjitha afatet që ka përcaktuar për realizimin e këtij investimi që është shumë i rëndësishëm.